Prishtina është bërë pjesë e një betejë tjetër politike të rëndë mbesa, nga gjitha palët. Kurse asë njërën palë, se cila parti politike, ma që ta ka, sa që ta ka. Dikush me ti bloku bërlogën atje, me ti që do në disa protest, me militant partijak, dikush tjetër me ti bloku... Ju qytë sabotaż. Absolutisht, me ti bloku projekte me një farë instituti. Në me thonë me një militant partijak, me një instituti, këtë projekte të Prishtinës janë dalë. A dini që kjo rrugë asfalt a Gem Ramadani që u shtru, para me ndoni për me shtru asfalt. Çka marrë kjo logjik? Çfarë logjike është me ndalë njerëz me punu? Mënë që me thonë çfarë ndihme ki nevojë ta letojmë më tepër, del një inspektor, i merr 3-4 polic të ri që kanë as 25 vjet. Edhe me çata 25 vjeçar me një inspektor, dal të bllokon një projekt madh transformues për Republikën e Kosovës. Çfarë gjendje mjerueshme dush me qenë, me thonë po çona në mëngjes, penali një komunë, penali një kryetar komune, penali një ekip, penali një qeveri legale, ligjore, të zgjedhur për njerëzve këtij vendi për me bë punë. As ki punë tjetër me bu, përveç se me ndalë. Çfarë kuptimi ekzistencës politike ka betejë kur vjen në masën e bllokimit? Pra s'dim gjë tjetër vetëm vendosjen e shëritave dhe ndaljes së punëve, me një ide se disa qytetarët do të dënojnë një pushtet të dhënë në zgjedhjet e ardhshme. Kjo është përpjekje dëshpëruese. Unë kam pritur që do dalim me ide programe, jo me përllog e me shërita. Prishtina kështu s'funksionon. Po ju garantoj tash. Qytetarët e Prishtinës i shohin këtë gjë. Do të kenë me të gjitha, secila ka nis garën në Prishtinë. Në zgjedhje lokale do të jenë tash për të gjithë, i kuptoj. Apo argumenti njerëzve ishte pra, ju keni dikoni Albin Kurtin që po vetë shko ankohet. Si kuptoj. Apo bëni ju ne bëjmë zgjedhje. Jo, ne bëjmë zgjedhje. Ky Bërllogu i s'keni bërë zgjedhje. Kemi bërë zgjedhje. Për shembull Prishtinë s'keni bërë zgjedhje. Kemi bërë zgjedhje. Cilën rast kemi bërë zgjedhje? Bërllogu. Po zgjedh, jo në kontraktu kompani tjera, nuk rri mua ku më vajtu aty. Po situata vazhdon. Po sot jetë një se duhet pa kohë, është qytet i madh, po ne nuk rri më vajtu, po mos kishte pas zgjidhje, ti Bërllogun e kishte pas trikat në Prishtinë. Ne bëjmë zgjidhje, nuk ankohemi, në përse cilën punë bëjmë zgjidhje. Edhe për projekte që janë bllokuar bëjmë zgjidhje. Edhe kur na bllokohet rruga 7-8 muaj me gjykatë me vendim që më pas vjen, e na votohet këtë projekti, ne punojmë me 2 termine, 3 termine për me përfunduar atë rrugë. LZK-ja nuk ankohet edhe mund dal. Nuk vajton edhe mund dal. Ne bëjmë zgjidhje, përpiqemi të bëjmë zgjidhje. Pra sabotazhin e njohim, po s'dorëzohemi para sabotazhës. Çfarë qeverie, çfarë partije jetin nëse dorëzohesh prej disa. Ai një kënaqur me ato që ka rri për Parim Rama për 4 vjet? Natyrisht se jam i kënaqur, besoj që po të kishte një qeveri të marrë të mirë që ndihmon, ose s'paku se pengon të thjesht edhe më shumë. Por me gjithë pengesat, me faktin që s'është dhënë asnjë euro në Prishtinë, është ndal rruga A me proces gjykatës. Janë bë pengesat e vazhdueshme inspektorat secili projekt, në shtrimin e asfaltit. Me faktin që është refuzuar kredia për nazën jashtë të kryeqytetit, para mendoni. Me faktin që s'jepen parat për qendrën sportive atje. Natyrisht është punë e mrekullueshme. Por do të bëhet punë, do të ketë dhe projekte që do të përfundojnë në muajin e vijim dhe qytetarët e Prishtinës do ta vlerësojnë një gjë të tillë. Ju besoni që do ta bani Prishtinën për Parim Ramën për 4 vite? Ne do të punojmë patjetër që ta mbajmë Prishtinën për 4 vite të ardhshme, që të përfundojmë gjitha projektet e nisura. Edhe para sabotazhit mos dorëzohemi asnjëherë. A do të ketë njerëz tjerë, që do të garojnë në zgjedhjet në komuna tjera? Apo do të mbeten pra kryetar tash pyetja është Gaz Muhaxheri do të jetë aty pra? Ja, Gazin kena vendos me ndrru këtë herë. Këndoni me qitë? Gaz Muhaxherin. Prapë edhe Gazin edhe herë. Vjen e 4 ta herë. Gaz Muhaxheri është kryetari i shkëlqyeshëm. Shqetësoni edhe një herë po them, dek do të propozojnë, dek i kanë propozuar, do t'i aprovojnë. Jo, ideja është kryetarët do të ketë befasi, pra këto nisa me bë pyetje. Pra ata që janë kryetar aktualisht, po tani konsiderohet befasi vetëm vetë nëse të rrish. A konsiderohet befasi arbri në Gjilan për shembull? Po, për mua po. Pavarësisht që është emën që është përmend, pra vazhdimisht ka qenë kryetari i komunës së tjetër. Jo, ajo çka do të keni parasysh. Është befasi në kuptimin që është një, si më thon, nuk nihet një djalë që përfshin betejat më politike tjetër. Partia është strukturuar, ka mbajtur zgjedhjet e brendshme, i njeh rezultatet e zgjedhjeve të brendshme sepse janë të vetat, dhe i takon që degëve të zgjedhura në mënyrë demokratike, nga një proces me përmi 30.000 veta që kanë marrë zgjedhje, të propozojnë kandidaturat, dhe me këtë morën dhe përgjegjësitë dhe privilegjet për garën e ardhshme elektorale. Do të kenë vetëm ndihmë
sepse në disa dek duhet për afrime, në disa dek duhet për koalicione. Që mund të pas befasi, për shkak që mizjet e kalume për Parim Rama ke befasi. Ka qenë gjendja më ndryshe, tani kemi fituar, nuk mund të kesh ndryshim. Po thonë që me na bë befasi tash, po kuptojmë që Prishtinë do të jetë. Po janë komuna tjera. Nuk po paraqitoj asnjë kandidaturë sepse duhet votimi kryesisë. Në Prizren jeni keq. Si parti. Ne jemi në shumë komuna. Në LDK zgjedhjet e fundit pra ju jeni dëfishuj, më thonë dëfishues që keni pas 1000, keni bë 2000. Edhe tash po banalizoj. Po prapë nuk është rezultati atje ku ka qenë dikur LDK-ja ose në komuna tjera. Shqipërisë ka komuna që kemi performuar shumë mirë. Për shembull Prishtina ka rritur votën 100%. Pra me AKR-n i kemi pas 16.000 vota, por AKR-n Prishtinë ka disa vota. Po që po të lista familje që po në Prishtinë sidomos zgjedhjet e fundit e kemi pas vetëm 16.000 vota. Megjithatë AKR-n, le të themi që kanë 2-3.000 vota, 4.000 vota, s'pedi sa i ka pas herën e kaluar. Tani kemi 33.000 vota në Prishtinë si LDK. Pra tani s'mund t'i thuash degëve të Prishtinës s'keni punu mirë, keni punu shkëlqyeshëm. Edhe votuesit Prishtinës mund t'i thuash që s'është i kënaqur me LDK-n, sepse ka rritur votën për 16.000 vota brenda 4 viteve. Kaq më shumë s'bëhet brenda një 4 vjetëçari. Do donim të ishte më shumë për vështirë. Pra ka komuna që ka pas rritje të votës, siç ka komuna që për 4 vite është rrit vota për 35. 35 vota më shumë një qytet i madh, s'du ta përmend emrin, po është gjendje e bukur e rëndë. Por gjithsesi është përgjegjësi e degëve që të bëjmë përzgjedhje do të kenë ndihmën e qendrës për garën e ardhshme elektorale. Cili është parashikimi juaj për LDK-n për zgjedhjet lokale? Besoj që po futem me një rezultat shumë më të mirë. Nëse në zgjedhjet e fundit kemi pas 110.000 vota nacionale, në këto zgjedhje po futemi me 171.000 vota, po futemi me 9 komuna, 9 qeverisje, po futemi me kryetar me plot përvojë, po futemi me ekipe të asamblezëve, 1045 asamblezë këshilltar që garojnë këto zgjedhje. Dhe tani gara për asamblezë shumë atraktive sepse për shkak të ligjit të ri ku pagat e këshilltarëve lokal janë shumë të larta. Në mesatarën një këshilltar lokal i merr dikur nga 650 deri në 850 euro, që do të thotë e përmirëson nivelin e përfaqësimit. Por nuk i kemi 110 deputet në garë, i kemi 1045 këshilltarë në garë. Të shpërndarë gjithandaj Kosovës. LDK nuk është parti e koncentruar në një regjion, por është në gjitha komunat dhe po futemi me rolin e të parit për zgjedhjeve të kaluara lokale. E fundit. Prandaj parashikimi është shumë optimist dhe do të përpiqemi jo vetëm të mbajmë komunat, por të rrisim numrin e tyre. E fundit, a ka më gjatë të bëhet qeveria e re apo të shkohet zgjedhje edhe lokale dhe parlamentare bashkë? Në qoftë se liderët politik kanë përgjegjësi ndaj këtij vendi, gjithë pa përjashtim, i ka përcjell veten gjithë. Dhe javën e ardhshme ulemi për herë të parë në historinë e Kosovës. Dhe vendosemi që të 4 partitë të bëhemi bashkë për një periudhë shkurtër, të ka përcjell zgjedhjet lokale deri tek presidentja, të zgjidhim disa probleme madhore për Republikën e Kosovës, disa kriza të menjashme që na vijnë. Ta përmirësojmë pozicionin ndërkombëtar të Republikës së Kosovës. Unë besoj që një qeverisje e tillë ka gjasat maksimale edhe në bërje edhe sukses. Në qoftë se vendosin secili prej tyre të jetë i pasinqert me njerëzit tonë, të mos e pranojë që ka shumicë, dhe të mos punojë këtë shumicë, dhe kur po them të mos e pranojnë shumicën, mos llogarisnin LDK-n, këtë po them. Ju mund ta bëni një gjë të tillë, po mos llogaritni se keni. Atëherë do të kemi situata të përsëritjeve parlamentare, po me një kosto jo vetëm të lartë institucionale, po dhe një devalvimi të rëndë vetë konceptit të elektorale të qeverisës. A mund të qenë zgjedhjet bashkë me ato lokale? Edhe për shkuar zgjedhje do të mirëmi vesh. Po pra ata po pyes. Po si shkojmë zgjedhje, sepse tani s'mund shkojmë zgjedhje, po mirëmi vesh mbidhem çdo 4 tetor. Edhe shkojmë zgjedhje do të caktojmë një kryetar kuvendi. Po. Edhe pas kryetarit kuvendit do të themi dy gjitha palë që s'dojmë të bëjmë qeverinë. Aty dikush mund të thotë du ta bëj. Do të shpërndahet parlamenti. Aty dikush mund të thotë du ta bëj. Dhe ti merr 2 javë ditë kohë. Tani do shton ai tjetri thotë du ta bëj. Megjithatë, atë ora hec ndryshe, pak më shpejt. Por më pas duhet shpërbëhet kuvendi. Por për gjitha këto hapa, prej të parës deri në fundit, duhet marrëveshje politike. Jo distancim, jo komunikim distancë. Do të ulem edhe të mirë me vesh edhe për të nuk duket që është kërka e tani edhe qeveria e unitetit është faktikisht qeveri deri në zgjedhje. Pra është rrugë për shkurrje në zgjedhje. Ne po themi, apo i bëjmë zgjedhjet, sepse s'po kemi shumicë, po pajtona me deputetin Kurti që thotë duhet të ketë opozitë. Pajton, po s'po kemi as pozitë, as opozitë. Njëherë duhet shteti të ketë pozitë. E më pas duhet të ketë opozitë. Njëherë është shumë e rëndësishme kush është pozita. Me qenë se s'kemi as pozitë as opozitë, sepse s'ka numra, le të ulemi të mirë me vesh për zgjedhje. Po mirë me vesh që zgjedhjet mbahen në mars vitit tashmë ose shkurt vitit tashmë, se duhet pak më herët.
para se të karoj mandati i presidentës. Dhe tulen me një agjend specifike, e më pas çështjet e tjera janë çështje brenda partijake që i zgjidhen. Një përfund, pra e përmendëm rastin Peci, po ka plot raste të tjera që flitet për keqpërdorime, dyshime të mëdha të kësaj qeverie për afera trona korruptive. Pra ju vërtet nuk e keni fituar zgjedhjet, një partia e tretë, po megjithatë si parti politike keni shumë më shumë fuqi se sa kanë mediat.